Paramendoni për një moment, jeni një oficer imigracioni në aeroportin JFK, i rrethuar nga zhurma e përhershme e rrotave të valixheve dhe zërat e lodhur të udhëtarëve. Jeni në kafenen tuaj të tretë, pothuajse në gjumë, kur papritur një grua ju zgjat një pasaport. Fotoja është e saktë, vula duket zyrtare, por kur lexoni emrin e shtetit, bota ju rrotullohet. Torenca. Ky emër nuk ekziston në asnjë hartë, në asnjë bazë të dhënash të CIA-s, as në Google Maps. A sapo doli kjo grua nga një univers paralel, apo jemi dëshmitar të një mashtrimi që do të ndryshojë mënyrën si e shohim realitetin? Qëndroni me mua, sepse kufirni mes të vërtetës dhe gënjeshtrës sapo u fshi përgjithmonë. Imagjinoni veten në atë sportel të ftoftë të aeroportit JFK duke skanuar pasaporta në mënyrë mekanike, duke vullosur leje hyrjeje njërën pas tjetrës, ndërsa mendja juaj është e përhumbur diku mes lodhjes dhe rutinës. Papritur, një grua me një qetësi rrëqethëse rrëshqet pasaportën e saj mbi banak. Kopertina duket krejtësisht normale, fotoja përputhet me fytyrën e saj, por sapo syt ju ndalen tek emri i vendit, diçka nuk shkon. Torenca. Ju puliteni syt. E kontrolloni sërish, nuk keni dëgjuar kur për të. Hapni menjëherë bazën globale të dhënave. Asgjë. Kërkoni në Google Maps. Asgjë. Kontrolloni librin e fakteve botërore të CIA-s. Përsëri, asgjë. Është sikur kjo grua sapo doli nga një dimension tjetër. Kjo nuk është një skenë nga një film fantashkencor. Kjo është fjalë për fjalë ajo që po qarkullon në çdo cep të internetit. Videoja shpërtheu në TikTok dhe Instagram gjatë kësaj jave. Një grua shpjedon me gjak ftohtësi se vjen nga Torenca, një vend i supozuar në rajonin e Kaukazit, ndërsa oficerët kufitar amerikan e vështrojnë sikur të ishte një gabim teknik, një glitch i gjallë brenda Matrixit. Interneti thjesht u çmend. Njerëzit filluan të hedhin teori më shpejt se sa Elon Musk hedh deklaratat e tij bujshme. Ajo vjen nga një dimension paralel, thoshte dikush. Është një udhëtare në kohë, shkruante një tjetër. Por mbani frymën, sepse e vërteta është ndryshe. Është inteligjencë artificiale. Po, incidenti i pasaportës së Torencës është një fabrikim total, një mashtrim deepfake i krijuar me mjeshtri nga mjetet e AI-s dhe i shpërndar si zjarr nga desinformimi viral. Por këtu gjërat bëhen vërtet rrëqethse. Kjo nuk është hera e parë që ndodh diçka e tillë në historinë njerëzore. Le të kthehemi pas në kohë, në Tokyo, viti 1954. Një burr zbret në aeroportin Haneda. Ai mban veshur një kostum elegant, mban një valixhe diplomatike dhe rrezoton energji në një biznesmeni të suksesshëm. Ai dorëzon pasaportën e tij, ku si vend origjine shënohet Taured. Dogana e kërkon në çdo regjistër. Asgjë. Kontrollojnë hartat, arkivat, regjistrat diplomatik, zero përputhje. Burri krejtësisht i qetë, këmbëngul se vendi i tij është real. Ai thotë se ndodhet midis Francës dhe Spanjës. Tani, për ju që i njihni gjeografin, ai është vendi saktësisht ku ndodhet Andora, por ky person betoi se Andora nuk ekzistonte dhe se në votën e tij ai vend quhej Taured. Pasaporta e tij kishte madje vula autentike nga vende të tjera, reale, gjithçka dukej e vërtet. Të hutuar, autoritetet e mbyllën në një rom hoteli në rroj të rrept, ndërsa hetitonin rastin. Mëngjesin tjetër, zhduk, sikur të mos kishte qenë aty kurrë. Pasaporta e tij, rrogat, valixha, gjithçka u avullua ndërkohë që dera ishte ende e kyçur nga brenda. Ai u shndrua në një legjendë urbane, njeriu nga Taured, një mister që debatohet edhe sot tek kësaj dite. Nëse kjo histori po ju bën të dyshoni në realitetin që ju rrethon, ndaloni një sekond, bëni like kësaj videoje dhe subscribe për të bërë pjesë e udhëtimit ton nëpërmjet mistereve më të mëdha të botës. Dhe ne jemi tani pothuajse 70 vite më vonë, historia po përsëritet, vetëm se këtë herë nuk janë alienët apo udhëtarët interdimensional, është inteligjenca artificiale. Videoja e Torencës nuk është një çarje në realitet, është një çarje në perceptimin ton njerëzor. Është një kujtesë e fuqishme se në epokën e inteligjencës artificiale ju nuk keni nevojë të përkulni ligjet e fizikës për të rishkruar historinë. Mjafton një deepfake bindës, një titull provokues dhe disa miliona shpërndarje nga njerëz që duan të besojnë. Kemi hyrë në një epokë kur fiksioni ndihet më real se vetë realiteti. Kur një grua me një pasaport nga një vend jo ekzistues bëhet virale mbas nate, kjo tregon më pak për teknologjinë dhe më shumë për ne.
Ne kemi etje për mistere, ne e duam të pashpjegueshmen, sepse kaosi i botës real na duket shpesh i parashikueshëm dhe i mërzitshëm. Por duhet i jepim merit autorit atij klipi, është punuar në mënyrë gjeniale, që nga shprehja e saj gjakftohtësi deri në zurmat e terminalit në sfond, gjithçka është në nivelin e një filmi hollywoodi. Kjo tregon se sa afër jemi apokalipsit të deepfake-ut, ku lajmet e rreme nuk do të jenë thjesht tituj gazetarësh, por do të jenë video me rezolucionin më të lartë. Pra, çfarë duhet të bëjmë? Të jemi skeptik, por të qëndrojmë kurioz, sepse jo çdo mister viral është i vërtet, por çdo njëri prej tyre tregon diçka të vërtet mbi atë se sa lehtë mund të gënjehemi. Gruaja nga Torenca nuk kaloi përmes një portali magjik, ajo doli direkt nga një algoritëm kompjuterik, por herën tjetër që do të shihni një histori aq të çuditshme sa duket e pamundur, mbani mend, kjo është saktësisht arsyeja pse bëhet virale, dhe kush e di, mbase diku aty atje, në një dimension paralel, pasaporta e Torencës është e vërtet dhe jemi ne ata që nuk ekzistojmë. Nëse nesër do të shfaqej dikush para jush me një pasaport nga një dimension tjetër, a do ta besonit apo do të mendonit menjëherë se është një mashtrim teknologjik? Ku mbaron besimi juaj dhe ku fillon dyshimi? Nëse kjo histori ju atronditi pak trurin, shtypni butonin like, sikur të bulosni një pasaport të vërtet. Bëni subscribe për më shumë tregime që qëndrojnë saktësisht në kufirin mes të pamundurës dhe asaj që pothuese mund të besohet. Mos harroni, ndonjëherë e vërteta nuk është më e huaj se fiksioni. Ajo është vetë fiksioni i veshur me një uniformë aeroporti dhe i fshehur pas një algoritmi. Shihemi në udhëtimin e radhës.